Partia Demokratike ka reaguar ashpër ndaj mënyrës se si po menaxhohet procesi i votimit në diasporë, duke ngritur akuza ndaj kompanisë ndërkombëtare të shpërndarjes DL për shkelje të protokolleve ligjore dhe teknike. Në një deklaratë për mediat, Josefina Topalli, në cilësinë e drejtueses politike për diasporën dhe përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike në KQZ Franc Nuri, kërkuan ndërhyrjen urgjente të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të Prokurisë së Posaçme. Shfrytëzoj rastin për t'i bërë thirrje KQZ-s që t'i kërkojnë DHL-s që të përmbushin detyrimet e tyre ligjore dhe logjistike. Thyrja e afateve dhe e standardeve të vendosura në ligj është një cënim i rënd i votës të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, dhe në këtë mënyrë ajo do cënonte tërësisht integritetin e këtyre zgjedhjeve. Sipas tyre, procesi është përballur me një sër problematika që rrezikojnë të cënojnë jo vetëm të drejtën e votës, por edhe besueshmërinë e të gjithë procesit zgjedhor. Ata kanë denoncuar raste ku qytetarëve u janë dërguar zarfa me të dhëna të pasakta, mungesë njoftimi për dorëzimin ose madje edhe dyfishim të fletëve të votimit për të njëjtin person, kryesisht në shtetin grek. Unë pres dhe ne presim që s'paktën të ketë nisur tashmë hetimin kryesisht për këtë ngjarje, por edhe nëse nuk do ta bëjmë, Partia Demokratike do të dorëzojë kallëzim penal sa më parë. Sepse nuk mundet që DHL-ja të nënkontraktoj këtë shërbim dhe të mos zbatohen standardet që duhet të zbatoj. Cilat janë standardet ligjore? Duhet që zarfi të dorëzohet personalisht tek çdo individ dhe kundrejt nënshkrimit personit dhe kundrejt paraqitjes së një dokumenti identifikimi. Kjo gjë nuk ka ndodhur jo vetëm në Greqi, por s'ka ndodhur as në Itali në shumicën e rasteve, as në Gjermani, as në Shtetet e Bashkuara apo në Britaninë e Madhe, që janë 5 shtete kryesore ku ne kemi diasporën e regjistruar në platformën PER, pra që shkojnë votat.